Pejgamberi alayhis salam s'kalon njeri që është taku me to një herë që nuk e ka kop malli me taku prap. Janë lidh njerëzit me to shumë për shkak sjelljes që ka pas me ta. E njëri prej tyre është një beduin, një malsor, i cili rrallë herë ka ardhur në qytet. Mirë, po sa herë ka ardhur? Sa herë ka ardhur? Nëse ka zbrit në qytet, pa shku te pejgamberi alayhis salam, mi qu diçka prej aty në produkte ushqimore që ai ka shit në treg në qytet se ka la. O i ka qu qumsht, o i ka qu ndoni ndyrë, ndoni diçka pa tjetër. Edhe sa herë i ka qu, pejgamberi sa gjithmonë ja ka kthy me dhurat. Ai ka pru pejgamberi sa qumsht, pejgamberi sa i ka dhënë hurme. Gjithmonë ja ka kthy pejgamberi sa diçka i ka dhënë dhurat, e ka shpërbly. Një ditë vjen te pejgamberi sa edhe po vet për pejgamberin, po thonë nuk është te shtëpia. Kthehet edhe shkon në vendin që zakonisht ka shku në treg, me shit mallin e vet. Kur kthehet pejgamberi alayhis salam, edhe pyet në shtëpi, a është kon kushtën o kon Zahiri, ka lyp. Thot pejgamberi alayhis salam, Zahiri njëri fshatar, malsor, beduin, njëri teshat e tina jo shumë të pashtë, njëri që i ka ardhur ndoshta edhe era djerës, njëri që tjertë, se edhe është konë edhe i vrasht pak, edhe është konë jo i hjeshëm, njerëzit se kanë pas shef me nejtë me to, se kanë pas shef me taku, a ka thonë pejgamberi sa shu që sun pas ka taku të shtëpia. Shu që s'm zatet me to, ja. Si merr vesh pejgamberi sa që konë ka lyp, drejt shohet pejgamberi sa dhe shkon treg me lyp. Kur shkon treg e gjon, ai ka qit mollin e vet përpara me e shit, pejgamberi sa shkon pe mrapa. Shkon pe mrapa edhe pejgamberi sa kur i afrohet ngat e kap me dur kështu, edhe pe shtrëngon. Ky beduin, i malsor, edhe pak i vrasht, nis me bërtit, lësham. Pejgamberi sa nuk e lëshoi ki hiç. Ky bëhet nervoz më shumë, i shkon tensioni, ky hiç pejgamberi sa s'pëlqen. Dikur pejgamberi sa thot kush pe blen këtë rob? Allah, ky tranohet këtë. Edhe më ka kop tash po dënon me mshit. Kur e sheh pejgamberi sa që bëhet nervoz pak më shumë, pejgamberi sa atar pelshon. Tash lëshon ky kthehet me herz me qyr kush është ky për m'ia dhon hakun. Kur kthehet, peshe ftyra më e bukur. Njëri më i dashur, krijesa më e dallume, e ka kapa edhe po lun me tashtë. U qetësu me njëherë, u zbut me njëherë. Për thëtoj dërgu me Allahot, ti po dëm me mshit, po mu së mblen kërkush, unë jam i lirë, mu së mblen kërkush, mu së në ka qef kërkush. Unë s'bëj pare, unë s'jam i shtrajt, unë jam i lirë. Njerëzit se m'bojnë e so. Qërë pejgamberi, alayhis salam që ka i thot. Thot ndoshta je i lirë të njerëzit, ama te Allahu je i shtrajt. Te Allahu ki vlerë të madhe. Inshallah Allah në e bënë nësim, më taku me pejgamberi sa e më u kënaqë në xhennet me të. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.